Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfim e Jete, për të ndarë një rrëfim jete me ju. Sot do të ndaj një letër të shkruar nga një djalë i ri, i cili jeton larg vendlindjes së tij, i cili jeton larg shtëpisë në të cilën është rritur, në shtëpisë në të cilën ka lindur, me besimin që jeta që do të ndërtonte atje do t'i sillte vetëm të mira dhe lumturi, por fatkeqësisht, nga ajo që në fakt ky ka shkruar në këtë letër, jeta i ka sjellur më të tmerrshmen edhe më të keqen të mundshme që ky djalë në fakt nuk dëshironte që edhe ta përjetonte. Përshëndetje i nderuar Tiranë. Po shkruaj këtë letër, në fakt është orë shumë e vonë, por nuk e di se kur ti do ma lexosh. Kam përzgjedhur pikërisht këtë orë për ta shkruar këtë ndjesi, sepse mendoj kur nata bie edhe të gjithë flenë. Shpirti është më i qetë për t'i shprehur të gjitha ndjesitë e mundshme dhe për ta treguar të vërtetën, qoftë sado e hidhur dhe e fshehur të jetë ajo. Dhe pikërisht historia ime tregon këtë gjë. U rita në një familje nga një nënë e cila edhe bota po të shkatërrohej, deri në frymën e saj të fundit dorë nuk heqte nga unë. Ishte një besnikëri, që unë në fakt nuk është se mësova nga ajo, nuk është se e mora nga ajo. Ndoshta ajo gjatë gjithë jetës u mundua që të ma vente në pikë kryesore të vetes, por unë çuditërisht nuk veprova ashtu siç ajo në fakt më mësoi. Qëndrova i ftohtë, qëndrova i ashpër edhe i largët. Mendoja se po të jetoja në shtëpinë time, nuk do të realizoja dot ëndrat, nuk do të realizoja dot dëshirat e mia që në fakt ishin të turbullta edhe të pafundme. Dëshira që realisht më çonin të mendoj se çfarë po ndodh me veten time. Ika drejt Italisë, atje ku në fakt shkojnë të gjithë shqiptarët. Fillova që të ndërtoj jetën këtu, fillova që të ndërtoj të ardhmen time këtu, por nuk e di pse, rruga ime mori një kahje tjetër. Çfarë mori? Mori kahjen e dashurisë dhe të vetë besimit të gabuar. U dashurova në një vajzë, ashtu siç ajo në fakt ishte, bjonde, me sy të gjelbërt, të fasiononte dhe të bënte që të çmendesh nga bukuria e saj dhe nga shpirti që ajo tregonte. Tregonte një shpirt të shumë paqësor, tregonte një shpirt shumë të drejtë. Ditët e para ishin të bukura, kaloni mirë, flisja me shumë mall dhe dashuri me familjen, edhe në thelb me ziprisja që familja ime të takonte vajzën në fjalë dhe të bashkoheshim më, sepse thonim jemi një mish edhe një shpirt. Kështu ndodhi. Familja u takuan, ne u bashkuam. Nga dashuria që kishim nuk dëshironim në asnjë moment që ditët na kalonin me njëherë. Donim që të martoheshim, donim bënim një dasëm të madhe shumë ku do të ftonim gjithë familjarët. Do të them me borxhe sepse unë nuk jam milioner, dasma u bë. Ahengu u bë, qefi u bë, u kënaqëm, u argëtuam dhe nuk pyetëm për të ardhmen. Thjesht e jetuam momentin. Kur ne ikëm drejt Italisë, çuditërisht, gjërat filluan që të ndryshonin shumë. Ajo ndryshoi shumë në karakter,
u bë sikur të ishte krejtësisht njëri tjetër, do me thënë ndryshe ishte në fejes dhe ndryshe në martesë, dhe mua kjo gjëja filloi të më vret pak si shumë. Shikoja ndryshime rrënjësore te ky njeri dhe thjesht e pyesja veten, ore vall, është ky njeriu që unë njoha apo më tregon një njeri tjetër? Në thelb rezultonte që të jetë ai njeri, por në vepër dukeshte krejtësisht ndryshe. Tensionet filluan të rriten shumë. Nuk dëshironte që të vinte tek shtëpia ime në Shqipëri. Unë shkoja vetëm. Nuk më vinte me mua. Nuk dëshironte të ketë marrëdhënie me prindërit e mi. Rinte shumë e ftohtë, sikur ato të ishin armiqt më të mëdhej dhe kjo kishte humbur betejën e luftës me to dhe nuk kishte botë që i pajtonte. Bisedonim gjëre gjatë, nuk gjeja dot fillin e kësaj historie. Mendoja, po mirë mos i vajti puna deri këtu. Ç'a ndodhi me këtë familje që deri dje ishte e përkryer dhe sot është familje krejt e përçarë. Mendohesha gjatë, si mundet njeriu të ndryshon kaq shumë. Por vetja ime më thonte që këtu fshihet një diçka. Dhe duke ndjekur, duke u lumtuar, unë e pash që kjo kishte një ndikim të madh nga nëna e saj. Prej atij momenti, inati im, mlefi i saj, të dy kokëfort, kemi krijuar një diskutim të jashtëzakonshëm në familje dhe më vjen keq që po e them, por jemi të ndarë. Prindërit e mi më thonë pajtohu sepse është edhe shtatzën. Por ajo është kokëfort dhe karakterin nuk e ndryshon. Ajo thot unë ri me bindjen time dhe ti bën çfarë të duash. Kjo gjëja mua më vret shumë se edhe po u pajtova do vazhdoni në njëjti ritëm. Nuk është se kemi ndonjë të ardhme, nuk është se kemi ndonjë ndryshim në jetë. Dua të marr mendimin tuaj. Si e gjykoni ju këtë histori? Çfarë veprimi duhet unë të bëj dhe se si duhet unë të sill? Në fakt është kjo letra që ky djalë ka lënë në redaksin time, me të cilën unë dua patjetër që t'jap një mendim në fund të gjës. Unë mendoj që duhet me patjetër që të gjej një rrugë të përbashkët, nëse nuk ka një rrugë të përbashkët, atëherë do të thoni bie që vajza në fjalë, për mendimin tim, nuk ka ndonjë ndjenjë dashurie për këtë djalin.